Një mega operacion mes autoriteteve shqiptare dhe italiane ka goditur një nga grupet më të fuqishme kriminale me bazë në Durrës, që operonin në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike dhe pastrimit të parave në Shqipëri. Operacioni i koduar me emrin Ura u zhvillua prej orëve të para të mëngjesit të së mërkurës dhe nga 52 masat e sigurisë që janë lëshuar, deri më tani janë ekzekutuar 42 prej tyre. Sa i takon Shqipërisë, GKK ka lëshuar 29 masa arrest me burg, të cilat përveç antarëve të grupit kriminal kanë shkuar edhe për policë, avokat, pronar biznesesh dhe zyrtar të tjerë. Nga 51 masat e sigurisë dhe një urdhër ndalimi janë ekzekutuar 42, ndërsa 10 persona janë ende në kërkim, mes tyre Ervis Doçi, një emër i njohur i botës së krimit, më herët i dënuar për trafik droge. Visi i Pojës është një personazh i njohur për drejtësinë shqiptare. Një vit më parë në banesën e tij u zhvilluan kontrolle dhe u sekuestruan 3 milionë euro kesh, ndërkohë që SPAK shoi dhe një urdhër arrest. Mes urdhër arresteve është dhe ishi efektiv i forcave Renea Altin Morina, që është arrestuar pak kohë më parë në Tiranë. Hetimet për goditjen e këtij grupi kriminal kanë zgjatur rreth një vit dhe gjithçka është zbardhur zbërthimit të komunikimeve të aplikacionit Sky ECC, po ashtu një rol shumë të madh në shkatrimin e këtij grupi ka pasur edhe dëshmia e penduarit të drejtësisë Nureddin Dumani, i cili ka zbardhur rolet të antarëve të grupit të strukturuar kriminal. Sipas mediave, organizata kishte si drejtues kryesor Xhevdet Troplinin. Ndërmjetësit kryesor të Xhevdet Troplinit në këtë aktivitet dyshohet të kenë qenë Adi Çobo dhe Elvis Doçi, i njohur si Visi i Pojës. Po ashtu, u zbulua një rrjet i sofistikuar për pastrim parash, ku shumë të madha të parave kesh kalonin nga Pulja në Shqipëri përmes shoferëve të linjave të autobusëve. Vlera totale e parave të përfshira në këtë skem të i kalon 4.5 milion euro. Disa nga rastet më të rënda të zbuluara përfshin një pagesë kesh për 500.000 eurosh në Bari, një transfer për 500.000 dollarësh drejt Amerikës Latine, një parapagim me një ngarkesë me 500 kg kokainë nga Ekuador. Në Shqipëri janë dokumentuar gjithashtu raste të shpërdorimit të detyres me përfshirjen e zyrtarëve të policisë. Si pjesë e masave shtrënguese janë marrë 49 masa arrest me burg, një arrest shtëpie, 2 masa paraqitje në polici. Operacioni është shtrier në qytete të shumta, në Shqipëri, Durrës, Tiranë, Shkodër, Fier dhe Vlorë. Në Itali, Bari, Brindisi, Matera, Frosinone, Torino, Conteza, Trento, Como, Cremona, Pomezia dhe në Belgjik. Gjatë hetimeve janë sekuestruar pasuritë e konsiderueshme në të dy vendet. Në Itali, 9 apartamente, 4 kompani, 7 llogari bankare dhe 3 automjete. Në Shqipëri janë sekuestruar restorante luksoze, një kanal televiziv, një agjenci imobiliare dhe kompani ndërtimi. Gjithashtu janë sekuestruar një sër shoqërish me pronësi të lidhur me të dyshuarit, përfshirë Marquez, në pronësi të Ervis Zeqirit, Felix Vinium, të Adi Çobës, Majestic Construction, Eugene Drazhit, Port Slane, Elvis Doçit, Visi i Pojës, Dubai Inn, Nejmedin Danajt, Vlora Cable. Gjithashtu në pronësi të Nejmedin Danajt dhe një kompani për shitblerje makinash në pronësi të Olgert Shqevit. Ndër personat e ndaluar përmes urdhrave të drejtësisë shqiptare janë antarë të një familje të njohur në Durrës, një shef policie, një avokat dhe 6 shoferë që bënin linja ndërkombëtare.